Padyshim që kemi qëllim që Himarën ta kthejmë si një bashki atraktive dhe të vizitueshme për 12 muajt e vitit, por nga ana tjetër objektivi ynë është që Himara të kthehet në ashtu sikur se kohët e fundit duket, domethënë që Himara të kthehet pra në një atraksion turistik elitar, pra të jetë një zonë për një turizëm elitar dhe sikur se e thash i kemi të gjitha mundësitë dhe bëhen të gjitha përpjekjet për këtë qëllim. Si janë parashikimet për këtë sezon? Do të kenim shumë turistë se vitin e kaluar, se në fakt i jugut i doli pak nami vitin e kaluar për çmimet e shtrenjta. Atëre, ne duhet ju them që në Himar gjatë sezonit të dimrit janë gjithsej rreth 11.000 banor, ndërsa gjatë sezonit të verës në Himar kanë kaluar rreth 220.000 vizitor. Patjetër që këtë vit presim të kemi më shumë vizitor dhe gjasat tregojnë pikërisht këtë, fakti që sezoni turistik ka filluar një muaj gjysmë pothuajse më herët se një vit më parë dhe sikur se e theksova nga kontaktet me strukturat akomoduese, më deklarojnë që rezervimet janë tashmë të bëra edhe për muajin nëntor, çka tregon që numri i vizitorëve në bashkinë e Himar do të jetë rreth 20 deri në 30% më shumë se viti 2025. Pra, për sa i përket çmimeve, duhet ju them që ne jemi në kontakt vazhdueshëm me turoperatorët, me operatorët turistik dhe të gjithë ata që ofrojnë shërbim gjatë sezonit veror dhe kemi një mirë kuptim që realisht përveç ofrimit të një shërbimi shumë cilësor, të jemi konkurrent edhe për sa i përket çmimeve, jo vetëm brenda Rivierës shqiptare, por edhe në rajon. Zoti Tavo, ju falenderoj shumë dhe ju uroj shumë suksese për sezonin e ri turistik. Artin Alilit falenderoj për këtë lidhje drejt vërtet. Po. Për ta mbyllur, po. Diçka të fundit, nëse mundem. Patjetër. Mua më vjen mirë të paktën që përgjatë 2 viteve, 3 viteve të fundit, Himara nuk del më në televizor për konflikte pronash, ndërtimesh etj., por po del në media si një qytet që do turizmi dhe do ta zhvillojë edhe më tepër turizmin, ai dhe atë elitar që sapo përmendi zoti Tavo, sepse sigurisht do duhet të jetë të dyja llojet e turistëve. Kështu që duke nisur nga fakti që e kam lexuar me detaje programin e kësaj fundjave, që është për më të vegjëlit, për ne moshën tonë, për më të vjetrit, unë mendoj që do duhet gjithë të jenë Himar këtë fundjavë, sepse nëse do të qëndrojnë 3 ditë në shtëpi, sigurisht do të humbin shumë. Është një moment që do duhet ta përjetojnë dhe jo vetëm të vinë ta shohin. Mirë, ju falenderoj për të lidhje të drejt për drejt nga Himara në pritje pra të çeljes zyrtarisht të sezonit turistik. Kemi ardhur në fund të Adysoti ku do për zhvillimet më të reja, na ndiqni në faqen tonë zyrtare adysjenen.com. Bashkë kemi përfunduar këtu, mirupafshim.